Mi mbrëma të dashur miq, sonte në sofra pranë jush në Albania TV e ftuar është një vajzë e re, Sofia Gjona. Sofia është një vajzë 20 vjeçare, e lindur dhe e rritur në Athinë me 2 prindër, njëri nga Tirana dhe mamaja nga Mirdita. Arsyeja që e kemi thirrur sot Sofien është se Sofia ka një udhtim të gjatë këtu në Athinë. Ajo që një moshë të vogël ka kërcyer në skenat e Athinës. Sot do bëjmë një bisedë me të dhe na tregoj rrugtimin e saj. Mirë se erdhe Sofia në sofrën tonë. Mirë se ju gjeta. Sofia, do kisha dëshirë këtë bisedë ta bënim në gjuhën shqipe. Unë e di shumë mirë që ti e di shumë mirë shqipen, kështu që do ishte më bukur ta bënim në gjuhën shqipe. Nëse do vështirësohet prapë, këtu jemi, e kthejmë dhe pak në greqisht. Dhe konkretisht unë kam veshur veshjen tënde popullore tiranëse. Po. Sofia, ti je vetëm 20 vjeç, por ke një rrugtim të gjatë në vallëzim. Si dhe kur nisi kjo dëshira e jote për valle? Dëshira ime fillovi kur isha 4 vjeçe. Kishin fillu shoqet e mia të shkoshin për në balet. Edhe më thanë dhe mua hajde dhe ti ta provosh. Edhe unë e fillova, vazhdova, më pëlqej shumë. Edhe tani 15 vite e vazhdoj akoma. Ti je rritur në Athinë dhe ke studiuar kërcimin në shumë shkolla private në Tavro. Çfarë roli ka luajtur studimi yt në Greqi dhe në formimin tënd artistik këtu në Athinë? Më kanë ndihmuar shumë të kam lëvizje dhe teknikë të bukura kur kërcej, si për në balet, si për në valle, edhe të kem vetbesim. Kjo është më e madhe. Në skenë. Po. Unë gjithmonë kam parë Sofien, ajo vajza e urtë, e qetë, po kur të shikoj në skenë, ti bën një shpërthim. Ajo tregon karakterin tënd, vetbesimin tënd në skenë? Po. Ke kërcyer në shumë skena, këtu në Athinë, në Tavro dhe në shumë aktivitete. Ka pasur ndonjë moment që të ka mbetur kështu në memorien tënde fuqishëm? Po, kam 2 momente. E para ishte kur kisha marrë pjesë tek valleve e sofrës së Tiranës, kur bëm çlidhjen e Tiranës, festën e çlirimit të Tiranës. Më falni. Si kërceva dhe Shqipërinë e Mesme edhe Shqipërinë e Mirditës, 2 vende si janë prindët e mi, edhe ishin krejt familja bashkë, tezet, hallat dhe gjithë këto, edhe me pan mund të kërcej këto 2 valleve, edhe dito është kur më kishin ftu tek ambasada e Shqipërisë, kur kishte ardhur zonja Spiropali. Këto janë 2 momente që të kanë mbetur ty në memorien tënde. Po. Shumë. Sofia është valltarja më e re e sofrës tiranëse. Dhe dua ta pyes Sofien, si u bashkua Sofia tek sofra tiranëse? Unë bashkova sepse prindët e mi janë anëtarë tek sofra e Tiranës. Edhe unë para si të bëjnë prindët e mi anëtarëve, kisha shku, më kishin ftu tek shoqata me ju për ju, tek grupi i valleve atyre, edhe pastaj mora dhe unë pjeshk bashkë me prindët e mi tek sofra e Tiranës. Atëherë ju merrni pjesë në ansamblin Sofra Tiranëse. Po. Dhe valltarja më e re. Sofia, edhe pse je rritur jashtë Shqipërisë, ti ruan traditën e valles shqiptare. Ç'do të thotë kjo për ty? Për mua kjo thotë, kam filluar kur isha e vogël, shkoshim me prindët e mi nëpër dasma, por para si të shkojmë, unë kisha kushirin timin, si ai tani është 24 vjeç, është bë koreograf në Shqipëri, e quan Marko Gjona, edhe ai më kishte mësuar vallën e parë, edhe qysh atëherë më kishte fut dëshirën ta mësoj valle. Edhe valle tradicionale. Shumë bukur. Sofia, ke një mesazh për të rinjt që kanë lindur dhe janë rritur këtu jashtë Shqipërisë dhe atyre që kanë ardhur më vonë? A ka Sofia një mesazh për ta?
Po, kur ka një dëshirë për valle ose diçka tjetër si është e thjeshtë, kanë me besim për veten e vet edhe bojnë krejt gjërat si duan. Për shembull, për vallen, fillojnë shkojnë në një shkollë privat, edhe të marrin avash rrugën e tyre për një valle. Të ndjekin ëndrat e tyre dhe mos i largohen traditës. Të ndjekin prindrit në aktivitete të ndryshme. Mbas çdo suksesi dhe sakrifice, a ke lënë diçka mbasdore që t'i arrisësh të gjitha? Jo, s'kam lënë asnjë gjë, sepse kështu kam mësuar dhe kur isha e vogël, kur dua të kem një dëshirë, edhe shumë dëshira, e dua t'i bëj të gjitha, edhe mos lë diçka mbrapa dorës. Edhe kështu kam vazhdu. Kush ka qenë mbështetja jote më e fortë për gjithë të rrugtimin tënd? Kush tjetër, mami dhe babi. Ke diçka t'i thuash mamit dhe babit? Falenderoj shumë dhe i du shumë. Si vajzë e re, ke ëndra dhe plane. Cilat janë ato në të ardhmen? Dhe a do e shohim Sofien për skenë? E sigurt si do më shohni. Nuk do ndaloj dot vallëve. Po dëshirën desha të kem, të bëjmë një koreografi si kushëriri im, edhe pse jo të bëjmë bashkë një ditë, një valle ose një grup, se di, po do kemi mundësinë se unë jam këtu në Greqi, ai është në Shqipëri. Të bëni një bashkëpunim bashkë? Po. Si koreograf të dy? Po, dua një vallë të korocej unë me atë në një skenë. Do kishe dëshirë të ishe koreografe, vallëtare, dhe ta ndjekësh këtë ëndër deri në fund. Kam pra, maman e Zonja e Kuturia Zafirati na tha se tek vajza e saj nuk sheh vetëm talentin, po sheh dhe pasionin e vërtet që kërkon përkushtim dhe sakrificë. Që në hapat e parë të saj nuk ishte vetëm vallja, një lojë kaleptare, po ishte një dëshirë e fortë që kërkon të mbështetje. Kjo rrugë thot ka qenë gjithmonë jo e lehtë, ka pasur dhe lodhje dhe vështirësi, por dhe shumë krenari që çdo hap ecte përpara. Ne jemi shumë krenar për vajzën tonë dhe do ta mbështesim atë deri në fund, sepse kur ka pasion ushqehet me dashuri dhe sakrificë talenti që në rrugë. Që një fëmijë që të rritet në Greqi dhe të di gjithë vallë Shqipërisë, të mos shërbejnë. Se duhet të thënë të gira trevat e Shqipërisë të mesme, dhe Shqipërinë e veriu nga jeni dhe juve. Ku ndjeni më shumë krejtë, për cen vallet e vëndit tënd, apo Shqipërisë? Në të mbetën Shqipëria një, dhe nuk në të shqipëtare. Se të shqipëtare në kam punë. Të falenderojmë për mbështetjen e Sofies dhe bravo. Në këtë video së bashku me Sofien patëm një bisedë të hapur dhe të sinqertë, ku prekëm shumë tema që prekin rinin sot. Folëm për studimet e saj, për përpjekjet e përditshme për të ndërtuar një të ardhme, dhe për kohën tjetër që ajo punon paralelisht për të mbështetur dhe realizuar ëndrat e veta. Folëm edhe për vështirësitë, për sfidat që has rinia, për problematikat sociale, pasiguritë edhe për forcën që vjen kur nuk dorëzohesh kurrë. Në këtë bisedë kishte shumë buzëqeshje, qiltërsi, kishte një energji pozitive që reflektonte shpresë. Sofia është një shembull se si puna, pasioni dhe vlerat familjare mund të ecin bashk, edhe jashtë atë dheut, duke ruajtur dinjitetin dhe dashurinë dhe për kulturën tonë. Kjo nuk ishte thjesht një intervistë, por një dëshmi se brezi kërkon të ecë përpara pa harruar rrënjët, dhe brezi i ri kërkon shumë nga ne. Le të jemi gjithmonë pranë tyre, le t'i frymëzojmë ata, le t'i afrojmë rreth nesh. Rrugtimi i Sofies nis herët, aty ku hapi i parë bëhet ritëm dhe ritmi u bë gjuhë.
Me kalimin e viteve, pasioni u kthye në punë, në disiplinë dhe në një përkushtim të përditshëm. Pranë familjes, vallet shqiptare e morën kuptim më thellë, jo vetëm si një kërcim, por si trashëgimni, si një dignitet që përcillet brez pas brezi. Në çdo lëvizje, vallet ndihen fort, hieshia e Shqipërisë së mesme dhe respekti për çdo trev. Pavarësisht moshës, eksperienca flet në skenë, vallet kërkojnë shpirt dhe shpirt ka në çdo hap. Ky udhtim vazhdon me synime të qarta, me ëndra që shkojnë përtej skenës. Falenderojmë Sofien për këtë bisedë kaq të sinqert, kaq të bukur dhe një shembull për rinin shqiptare. Mesazhet e saj janë ndiqni ëndrat tuaja dhe të jeni sa më afër familjes, traditës dhe çdo gjë të bukur. Sofia, të falenderoj nga zemra. Faleminderit edhe unë. Dhe suksese, ëndrat e tua u realizofshin dhe në sofrën pranë jush do jesh gjithmonë e pranishme. Faleminderit.